Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, kjo maskë me vezë do ju befasoj. Mirëmbajtja e lëkurës dhe flokut nuk ka përse të kushtoj një tufë me para. Nëna natyrë i ka dhuruar njeriut një larmi produktesh të cilat e ushqejnë njeriun nga jashtë brenda. Produktet natyrale që njerëzit konsumojnë çdo ditë janë të mira për shëndetin e organizmit, por edhe për mirëmbajtjen e lëkurës dhe flokëve. I tillë është edhe rasti i vezëve, ku të bardhat e vezëve janë fantastike për shumë trajtime të rëndësishme të bukurisë, të cilat mund të bëhen lehtë në shtëpi. Vezët janë të mbushura me proteina siç është albumina dhe kolagjeni. E bardha përmban 2/3 e proteinës së vezës së plotë. Kjo proteinë është e plotë që do të thotë se përmban të 9 aminoacide të cilat janë thelbësore për trupin. Këto proteina janë të dobishme, jo vetëm për flokun, por njëkohësisht edhe për lëkurën tonë, duke ofruar përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore, të cilat do të ndikojnë në pamjen tonë dhe gjithashtu. Në këtë video ju do të mësoni disa mënyra se si ju të përdorni të bardhat e vezëve. Maskë flokësh me vezë dhe vaj ulliri. Përzieni 2 vezë me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe rriheni më pas fort me një pirun. Aplikojeni maskën në flok dhe mbajeni për të paktën 30 deri në 45 minuta. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se veza mund të përdoret edhe si një maskë për flok të yndyrshëm. Përzieni të bardhat e 2 vezëve me një lugë gjelle me lëng limoni. Aplikojeni maskën në flok, por jo në pjesën e rrënjëve, dhe këtë maskë mbajeni që të veprojë për të paktën 10 minuta dhe më pas mund t'i lani flokët tuaj siç bëni zakonisht. Maskë për mbylljen e poreve. Rrihni të bardhat e 2 vezëve me një pirun derisa të formohet shkuma në sipërfaqe. Hidhni pak lëng limoni dhe vendoseni maskën në lëkurën e sapolar. Maska duhet aplikuar në zonën e hundës, ballit dhe mjekrës. Mbajeni për 10 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën me ujë të vakët. Maskë kundër plagjes. Përzieni të bardhën e një veze me gjysmë lugë çaji me mjalt. Maskën mbajeni në fytyrë për disa minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Të bardha vezësh kundër qelizave të vdekura. Përzieni të bardhën e një veze me gjysmë lugë gjellë me mjalt dhe pak lëng limoni. Lëngu i nxjerrë me një të shtrydhur të vetme me dorë. Shtoni një lugë çaj me sheqer ose krip. Përzieni mirë së bashku dhe aplikojeni në lëkurë me lëvizje rrethore. Më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përveç proteinës, vezët janë të pasura me hekur, vitaminat B dhe selenium, që i japin lëkurës tuaj një paraqitje rinore, por ndihmojnë në ruajtjen e peshës së shëndetshme të trupit. Gjithashtu, sipas ekspertëve, veza është një ndër produktet e cila nuk mungon kurrë në shportën e konsumit të një familje shqiptare. Gjen përdorim pothuajse kudo, në gatim, ëmbëlsira, maska bukurie, flokësh e të tjerë. Por ajo që e bën akoma edhe më të veçantë vezën janë pikërisht vlerat e saj të larta ushqyese, të cilat kanë përdorime të pafundme. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh disa receta bukurie se si ju të përfitoni nga të mirat e vezëve në kushte shtëpie dhe pa harxhuar shuma të mëdha parash në sallonet e bukurisë, duke bërë trajtime të shtrenjta dhe në fund të fundit pa rezultate efektive. Veza është e pasur me aminoacide, vitamina C, kompleksi i plotë i vitaminës B, vitamina D, E, fosfor, selen
dhe gjithashtu komplekse proteinike e të tjerë. Veza është aleati i shëndetit të mirë dhe të bukurisë, të cilën ju mund ta përdorni gjithmonë. Me siguri shumë prej jush i kanë ende të shënjuara në kujtesë imazhet e gjysheve dhe mamave me vezë në fytyrë dhe në flok. Prandaj, në këtë video ne do t'ju rikujtojmë edhe një herë këto receta bukurie. Tonik për fytyrën. Jeni të lodhura nga një ditë stresuese në punë ose në familje, fytyra juaj është e para që do ta ndjejë këtë gjendje, prandaj jepini asaj një pamje freskuese duke zëvendësuar tonikun e zakonshëm me albumin të bardhën e vezës. Ajo përmban përbërës me veti anti-inflamatore të cilat pastrojnë papastërtitë dhe qelizat e vdekura nga porët e fytyrës. Gjithashtu, rrihni 2 të bardha veze dhe vendoseni në fytyrë për 20 minuta, duke evituar kontaktin me syt. Ju do të ndjeni një efekt shtrëngues, por do të mësoni me të. Lani fytyrën me ujë të ftohtë dhe aplikoni krem hidratues. Eliminoni qeskat e fryra të syve. Inflamacioni poshtë syve, i cili duket sikur formon qeskëza në ngjyrë mishi, bën që fytyra juaj të duket më e plakur dhe e sëmur. Prandaj ne këtu do t'ju propozojmë një recetë interesante e cila do t'ju ndihmojë që ju ta zgjidhni këtë problem. Me ndihmën e një topi pambuku ose peneli që përdorni për të lyer syt, lyeni zonat e inflamuara me të bardhë veze dhe lëreni që ajo të përthithet nga fytyra normalisht për 10 minuta. Në fund, lani pjesën poshtë syrit me lëvizje rrethore të buta, duke qenë se bëhet fjalë për një zonë shumë delikate. Aplikoni këtë maskë çdo ditë dhe rezultatet do të flasin tërësisht në favorin tuaj. Maskë për lëkurë të yndyrshme. Femrat të cilat kanë një fytyrë të yndyrshme e dinë shumë mirë se sa e vështirë dhe e kushtueshme është trajtimi i saj, duke përfshirë këtu kremrat, locionet, larse, maskat e përjavshme e të tjerë. Prandaj ne do t'ju propozojmë një recetë tërësisht interesante, e cila do t'ju vijë juve në ndihmë për të trajtuar këtë problem të lëkurës dhe të mbani nën kontroll rritjen natyrale të sebumit, yndyrës natyrale të lëkurës. Në një enë shtoni 3 të verdha veze dhe 3 lugë çaj miell tërshër dhe kalojeni më pas në frulatore për disa minuta. Pasi të dy përbërësit të jenë lidhur mirë me njëri tjetrin, duke formuar një masë kremoze, ne ju sugjerojmë që ju ta përdorni këtë maskë në fytyrën tuaj me kujdes dhe ta mbani për 30 minuta. Në fund, lajini fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe masazhojeni me pak vaj kokosi ose vaj bajamesh. Maskë kundër rrudhave. Përzini një të bardhë veze me një lugë miell dhe një lugë gjelle mjalt. Aplikojeni atë në fytyrën tuaj të pastër dhe lëreni maskën të qëndrojë për 10 minuta. Më pas, shpëlajini dhe aplikojeni trajtimin hidratues. Trajtim hidratues. Përzini një të bardhë veze, një lugë gjelle vaj ulliri dhe një lugë gjelle mjalt. Aplikojeni në fytyrë përpara se të flini dhe lëreni të veprojë për të paktën 20 minuta. Shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe aplikoni më pas hidratantin e natës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!